administrimit të ujrave të ndotura, fjalën e jap inxhinieren Docës. Faleminderit. Mirëmbrëma doktor Berisha, mirëmbrëma të nderuar pjesëmarrës. Sot dua t'ju prezantoj programin e Partisë Demokratike për sistemin e furnizimit me ujë, kanalizimeve dhe trajtimit të ujrave të ndotur. Shqipëria, siç edhe dihet, ka një potencial të lartë burimesh hidrike që fatkeqësisht vazhdon të dëmtohet, të shpërdorohet dhe të ndotet. 4 basene të lumenjve të vendit tonë si Ishmi, Erzeni, Drinbun dhe Seman, nga monitorimi i cilësisë së ujit në vitin 2023 u renditën në kategoritë më të ulta. Në vitet e fundit furnizimi me ujë dhe menaxhimi i kanalizimeve ndodhen në gjendje kritike dhe të papranueshme për një vend që synon zhvillim të qëndrueshëm. Sot që flasim, vendi ynë prodhon rreth 380 litër ujë të pishëm për banor në ditë, edhe pse nevoja reale është 90 deri në 120 litra për banor. Mjafton vetëm ky fakt për të dëshmuar nivelin alarmant të shpërdorimit dhe humbjeve. Humbjet e ujit gjatë viteve të fundit janë në nivelin 65%. Dhe humbjet më të mëdha regjistrohen në Tiranë, Durrës, Vlorë, Elbasan dhe Fier, ku edhe përqendrimi i popullsisë është më i madh. Humbjet reale janë 2.5 herë më të larta se normat e pranueshme për vendet me të ardhura të ulta dhe të mesme dhe mbi 5 herë më të larta se standardet e vendeve të zhvilluara. Niveli mesatar i arkëtimit me bazë 3 mujore për sektorin e ujësjelljes kanalizimeve në vitin 2021 ishte rreth 72.4%. Ky nivel i papranueshëm i humbjeve tregon dështimin e rënd të politikave të ndjekura deri tani, duke rrezikuar seriozisht të ardhmen e furnizimit me ujë dhe mirëqenien e qytetarëve. Gjithashtu, sistemi i furnizimit me ujë dhe trajtimi i ujrave të ndotura në Shqipëri është në gjendje alarmante. Vetëm 77% e popullsisë ka akses në rrjetin e furnizimit me ujë, ndërsa pabarazia midis zonave urbane dhe rurale është e thellë dhe e papranueshme. Zonat rurale kanë vetëm 58% mbulim me shërbimin e furnizimit me ujë, krahasuar me 90% në zonat urbane. 13 ndërmarrje kanë arritur mbulim me shërbim të furnizimit me ujë deri në 90%. Ndërkohë 18 të tjera mbeten në nivele katastrofike me mbulim në më pak se 50%. Shërbimi i kanalizimeve rezulton 52% në shkallë vendi, ku 82% i përket zonave urbane dhe vetëm 15% zonave rurale. Situata nuk është më pak dramatike edhe për trajtimin e ujrave të ndotur, ku janë funksional dhe shërbejnë për rreth 900.000 banor, vetëm 10 impiante të trajtimit të ujrave të ndotur nga 12 të ndërtuar gjatë periudhës 2005-2013. Në më shumë se 10 vite është duke u ndërtuar vetëm një impiant i ri, duke dëshmuar mungesën totale të vullnetit politik dhe keq menaxhimit të turpshëm të këtij sektori jetik. Një vend që synon të bëhet antar i Bashkimit Evropian, shërbimi i ujit është ende me orar, ku kozgjatja e furnizimit në shkallë vendi është 10 deri në 13 orë në ditë, pra standardi 24 orëve mbetet ende i paarritshëm. Në vend që qytetarët të përparojnë drejt infrastrukturës moderne dhe kushteve të denja, ata vazhdojnë të jetojnë me mungesa elementare në furnizimin me ujë, duke i çuar të investojnë në depozita të instaluara vend e pa vend, të cilat rrezikojnë qëndrueshmërinë e strukturave dhe jetën e njerëzve. Ky sektor ka nevojë urgjente për një reformë radikale dhe të menjëhershme dhe në planin e Partisë Demokratike mund të përmendim ndryshim rrënjësor të modelit të menaxhimit, depolitizimi dhe profesionalizmi i plot i ndërmarrjeve të ujësjelljes kanalizimeve, bashkimi dhe fuqizimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të dobta për të krijuar kompani të mëdha, më të fuqishme dhe më efikase. Zgjidhja përfundimtare e borxheve dhe deficiteve të akumuluara nga ndërmarrjet e ujësjellësit, duke zbatuar një model të ri të qëndrueshëm financiar. Luftë pa kompromis ndaj humbjeve të ujit, 100% matje, 0 abuzime. Do të realizohet instalimi i matësve për çdo konsumator, me objektiv 100% mbulim brenda 2 viteve. Eliminimi i lidhjeve të paligjshme dhe penalizimi i vjedhësve të ujit. Ndryshimi i sistemit të faturimit. Çdo konsumator do paguaj bazuar në konsumin real, jo në tarifa fikse që krijojnë shpërdorim. Implementimi i teknologjive të reja për monitorimin e rrjedhjeve dhe riparimin e tubacioneve të dëmtuara, për të reduktuar humbjet në 30% deri në vitin 2027. Infrastrukturë moderne, ujë i pastër dhe 24 orë pa ndërprerje. Do të ketë investime të dedikuara për ndërtimin dhe modernizimin e rrjetit të furnizimit me ujë përfshirë 200 km tubacione të reja për të zvendësuar rrjetin e amortizuar. Zgjerimi i rrjetit në zonat rurale për të garantuar furnizim të barabartë për të gjithë qytetarët. Rehabilitimi i rezervuarve të Bovillës. Krijimi i qendrave rajonale të trajtimit të ujrave të ndotura për të eliminuar ndotjen e lumenjve dhe detit. Sigurimi i furnizimit 24 orë në ditë.
ulje e kostove dhe rritje e energjisë efektive, ujë cilësor dhe më i lirë. Reduktimi i konsumit të energjisë elektrike në ujësjellës dhe kanalizime duke kaluar në sisteme të gjelbra. Zhvillimi i konceptit të ekonomisë qarkulluese për të ulur varësinë nga rrjeti energjetik dhe për të reduktuar kostot e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. Subvencione për familjet në nevojë. Grupet e marginalizuara dhe vulnerabël për të siguruar çmime të përballueshme për të gjithë qytetarët. Përmirësimi i tarifave të ujit duke garantuar që konsumatorët të paguajnë për shërbim cilësor dhe drejt konceptit furnizim me ujë të pandërprerë. Partneritete strategjike, investime të mëdha për një të ardhme të sigurt. Mobilizimi i 1.5 miliard eurove investime për 5 vitet e ardhshme për transformimin e sektorit. Përfshirja e donatorëve ndërkombëtar dhe sektorit privat në financimin e projekteve madhore. Riorganizimi i Agjencisë Kombëtare për Infrastrukturën e Ujit, e cila do të koordinojë investimet dhe monitorojë zbatimin e reformës. Sigurimi i fondeve dhe për trajnim dhe kualifikim të stafit për të garantuar kapacitetet të larta teknike dhe menaxheriale. Kjo reformë do të sjellë një ndryshim rrënjësor në sistemin e furnizimit me ujë duke garantuar ulje të humbjeve të ujit nga 65% në 40% deri në vitin 2027. Furnizim 24 orë në ditë për të gjithë qytetarët. Rritje të lidhjeve me rrjetin e ujësjellësit nga 77% në 95%. Zero ndotje të lumenjve dhe deteve. Ujë më cilësor, më i pastër dhe me kosto më të ulët. Pastrimi i lumenjve dhe kthimi i tyre në mjedise të shëndetshme. Përmirësim të sistemit të matjes së ujit, ulje e ndotjes në mjedis duke zgjidhur përfundimisht mungesën e trajtimit të ujrave të ndotur, si dhe zhdukjen përfundimtare të depozitave personale në terracat e pallateve. Afati i kryerjes së kësaj reforme do të jetë disa vjeçar, 10 deri në 15 vjet. Ndërtimi dhe rikonstruksioni rreth 200 km linjash të furnizimit me ujë të kanalizimeve dhe të njësimive të trajtimit të ujrave të zeza do të ketë një kosto rreth 1.5 miliard euro. Këto nuk janë premtime boshe, por një reformë e guximshme, konkrete dhe e zbatueshme. Shqipëria ka nevojë për një ndryshim rrënjësor dhe ne jemi të gatshëm ta bëjmë atë realitet. Faleminderit. Faleminderit inxhinierën Doca.